Malbora Tekni. Ferma VIP do t'jetë padyshim diçka e re, sepse unë kam vite që jetoj në qytete shumë të mëdha, por më kujtohet kur kam qenë vajzë e vogël që vazhdimisht pushimet e verës i kaloja në fshatin ku ka lindur gjyshi. Jam shumë ambicioze, jam e sakt dhe them qartësisht se çfarë dua. Unë nuk është se kam frikë nga konkurrencët që do t'jenë pjesëmarrës, mendoj që shumë prej tyre do t'jenë akoma më të famshëm, edhe më të njohur këtu në Shqipëri. Kush ta meritoj më shumë, do të miqësohem më shumë me të, qoftë kafsh apo njerëz. Rregulli në shtëpi ose në fermë do jetë një nga detyrat e mia më të rëndësishme. Mendoj që do të jetë një nga rrugtimet më mbreslënse të jetës time. Malbora Gurra është gati për të qenë fermerja e radhës tek Ferma VIP. Ne do ta gjejmë Malborën në ambientin e stallave, sepse do të ketë një mision të veçantë që në fakt do të prek pak të gjithë fermerët e tjerë. Lutem mundsoni lidhjen me ambientin ku gjendet Malbora tani. Ja tek është e shoh. Malbora, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Arbana. Mirëmbrëma, zemër si je? Unë jam shumë mirë, kam pak ftohtë të jashtë, por vete kam kërkuar. Vete ke kërkuar se duke shumë elegante, duke shumë bukur dhe sa më pëlqen që jeni veshur sonte në temë, jeni aty pak të mes jeta e klipit, pak të jeta e fermës, më pëlqeni shumë, dukeni shumë bukur. Faleminderit. Duke shumë bukur. Faleminderit. Ke emocione, ma thuaj pak, si po ndjesh? Pak po, por për çudi ndihem këtu që tashmë si në shtëpinë time. Ky ajër i pastër më pëlqen shumë. Kam ca lepuj këtu në anën e majt, pula në anën e djathtë. Ti do kafshët, ë? Po, shumë. Jashtëmadse shumë, edhe jam shumë e lumtur që jam sot këtu dhe ju falenderoj shumë për ftesën. Edhe neve të falenderojmë që je bërë pjesë e këtij formati dhe do të të ftojmë njëherë që të kryesh një mision të vogël që në fakt do të ndikojë në jetesën e këtyre ditëve, sadopak, tek fermerët e tjerë. Ti je pranë kotecit të pulave. Po. Çfarë bëjnë pulat? Vez. Vez. Në atë kotec. Ande nga vi unë i thonë vo. Vo. Në këtë kotec kemi të shpërndara rreth 200 kokra vez, të cilat Agai ka menduar si një sasi e mjaftueshme për këto ditët e para për fermerët tanë. Ti do të kesh vetëm 60 sekonda kohë që në atë shportën pas teje të mbledhësh sa më shumë vezë, sepse vetëm aq vezë sa do mbledhësh ti, do të kenë mundësi të hanë ata për gjatë këtyre ditëve. Më kupton? Okej. Kur ti je gati, unë e filloj kohën, i ke të shpërndara dhe brenda në kotece dhe jashtë, 3, 2, prit, merre shportën, Malbor, merre shportën, okej, 3, 2, 1, koha, filloj! It's hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about Forza, love. Malbora! Forza! Fillojmë numrimin brapsht. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bëre maksimumin, bëre gjithë çka munde. Se ti si kemi dalë me shifrat. Tani më rëzuan. Po janë okej. Nuk u thyë
janë ishin të buta. Vërtet. O, sa më vim t'ja i rëzim. O, Malbora, o yll. Sa kem ledhur si përfundim? Sa janë? Atëherë, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 cop! Plot 20 cop! Wow! Yes! Nga 200! Malbora, me kujdes tash, a je me taka? A je me taka, apo jo? Po pra, Ah, duhet suksese kisha veshur pra. këpucë të tjera, por... Besoj që ju ka thënë dikush që të vishni këpucë të tjera, por nga një vesh ju ka hyrë, nga një vesh ju ka dalë. Eja, shkojmë të ferma, merre shportën edhe do t'ju thuash edhe fermerve se kaq do jetë sasia e vezëve, numri i vezëve që do të hanë në ditët në vijim. Okej. Okej? Malbora drejtohet në ferm, mbyllim lidhjen. Mbyllim lidhjen. Armi. Super ja doli, 20 nga 200. Me thënë të drejtën, okej, 20 nga 200 janë shumë pak, me thënë drejtën, po mendoj që janë 3 faktorë që nuk e ndihmonin. Veshja, takat, edhe i ftohti, sepse nuk të jep atë zhdërvjellësinë e mendimit siç duhet, po edhe emocionet bëjnë vetëm. Po patjetër. Duhet karizmatike Malbora, jep një përshtypje të parë Angel. Po, Malbora vura re që përveç Malborës ka shumë energji alfa në atmosferë. Edhe Malbora është një ndër to. Dhe Malbora gjithashtu është një vajzë që e ka sfiduar shumë veten edhe në të kaluarën. Para shumë vitesh më ka rastisur ta njoh personalisht Malborën dhe është vërtet një vajzë vërtet luftarake. Domethënë, është karakteri fort. Dhe atë pjesën që tha për shtëpinë, më ka rastisur atëherë që thoshte jam një manjake për shtëpinë, jam një manjake për shtëpinë. Për pastërtinë. Dhe e besoj që do vuajnë fermerët me këtë pjesë. Mua s'më duk shumë si manjake, po... Era parë që shoh Malborën... Për pastërtinë, se e fate klipi, e kishe mendjen? Shaka, Zoti do opinionist? bëjnë shumë shakar. Mu duk shumë konfidente, edhe sili shumë mirë me kamerën. Ato vezët, unë nuk e dia janë mirë, sepse i kaptë edhe i hithë e kështu. Janë të buta. Ishin të buta. Mos janë falco. Në fakt duhet ishin të forta që të reziston. Janë të buta. Mos janë falco. Lidhe me fermën ta shikoj pak, hyri Malbora, hyri Malbora, ja, tek po përshëndetet Malbora me. Hajta dëgjojmë mirë. Dhe duhet merrja disa vezë dhe këtu i kemi për disa ditë. Për disa ditë. Dhe unë vërtet jam zgryër në Jo, të parë. Sanë s'ke bo heq. Për gjo s'ke bo heq. Qaj të farë. Edhe të vati fosla. Që është mësë mona sen? Sa të soba? Që 20 co? 20. Për gjë shumë? 20 janë si li qelë Falë gjo se kuptohet, ti i kape këta i bërë në vetë, se kështu si ke orë ti, sigur ke bërë të vetë. Okej, i lëm në bisedat e tyre me vezën.